Është një parti politike që duhet t'i ofrohet qytetarëve si alternativë qeverisëse dhe nuk mjafton të thotë që qeveria është e korruptuar, që ky është hajdut, këto qytetarët i dinë. Nuk mjafton, duhet alternativa që qytetari ta zëvendësojë këtë të korruptuarin me këtë të pakorruptuarin. Dhe këtë të pakorruptuarin nuk po gjejmë ne sot. Këtë të pakorruptuarin nuk po shikojnë shqiptarët, kush është alternativa, sepse edhe në zgjedhjet e 11 majit, pyetja e madhe ishte: qeveria e Ramës duhet zëvendësuar, po a është Sali Berisha njeriu që duhet ta zëvendësojë për të ardhur kryeministrin? Rama nuk duhet votuar për një mandat 4, por a duhet rikthyer Berisha për herë të 4? Në këto kushte, përgjegjësisë opozitës i ngelet përgjegjësia për të shndërruar në një alternativë. Dhe në alternativë shndrohet pikërisht duke i hapur krahun njerëzve me energji dhe forcë, të cilët nuk presin të vejë ora 3 dalin nga zyra dhe të shkojnë në shtëpinë e Nimrit dhe Këmbesat, por ata që e kanë kurajin, kanë dhe dëshirën, duan. Ata që janë aty që janë përreth Berisësh i kanë provuar të gjitha ofiqet e pushtetit. Kanë marrë, kanë dhënë, kjo është një tjetër gjë përket historisë. Sot ka nevojë për njerëz të rinj që kanë vullnet, kanë dëshirë dhe kanë ego për të bërë karrierë në politikë. Dhe me të përfunduar zgjedhjet e pjesëme vendore në 5 bashkitë e vendit, në fakt ka disa zëra që kanë dalë dhe ndoshta kanë dhënë mendimin e tyre për këtë gjendje që ka Partia Demokratike apo opozita në përgjithësi. Saliani, Kalaja, Ali Mehmeti ka deklaruar se struktura drejtuese çalojnë duhet bëjmë një ndryshim rrënjësor. Pra, si shikoni këto zëra tashmë? Mund të ketë diçka, mund të ndodhë diçka ndryshe në Partinë Demokratike tashmë? Shiko, ka pas gjithmonë zëra nga ata që sigur po përforcohen. Mendoni që partia ka nevojë të rinovohet. Do mendoj që çështja e rinovimit duhet nis nga koka. Besoj edhe këta aty e kanë. Të gjithë aty e kanë. Pra, në radhët e Partisë Demokratike, nëse do të bësh një votim të fshet, unë besoj që në masa 90% janë të gjithë bindur që Berisha duhet ikë. Jo sepse Berisha në vlerësohet, të gjithë janë të bindur që ajo parti është sot ende gjallë për shkak kontributit të Berishës. Por ka një fund. Ka një cikël njeriu, edhe politik, por edhe biologjik, më drejt që ta haj, sepse në zgjedhjet e ardhshme do jetë 84 vjeç zoti Berisha. Do ketë më fuqi të udhëheqë ai një fushatë elektorale që do kërkoj të bredhësh cep më cep, rrugë më rrugë, fshat më fshat për të ngritur njerëzit në këmbë, për të mobilizuar që të asimilohet edhe ajo dominancë dhe ai përfitim që të jep të qenit në pushtet Partisë Socialiste, pra të krijojë një vot masive. Për këtë arsye, zërat për këtë lloj ndryshimi nuk kanë munguar asnjëherë, por ka qenë një lloj vendimi absolutist i Berishës brenda Partisë Demokratike për të mos e lëshuar pushtetin politik brenda kësaj partie. Pas kongresit të stadiumit me rikthimin e Partisë Demokratike nën kontrollin e zotit Berisha dhe shkputja e zotit Basha, kishte njerëz që mendonin që Berisha tashmë do tërhiqet dhe do lejojë një garë, dhe kur them do lejojë një garë, jo të caktoj një garë të shëndetshme, por një garë që do prodhojë atë leadershipin e ri vërtet, sepse me të caktuar e pamë, caktoi një herë Bashën dhe nuk funksionoi. Por kjo nuk ndodhi. Vitin tjetër janë zgjedhjet në Partinë Demokratike. Sërish priste, shumë njerëz aty prisin që të krijohej ky terreni për garë. Por zoti Berisha deri tani e ka mbyllur dera duke thënë që unë do kandidoj. Por në momentin që kandidon Berisha, askush nuk bëhet fjalë të fitoj, apo edhe të mendoj të kandidoj duke patur parasysh situatën që është aty. Kështu që këtu do duhet të ekzistonte një vullnet. Vullneti i një politikani me përmasat e një burri shteti. Përmbyllë një cikël, bëri mirë, bëri keq, është historia, janë qytetarët që do ta vlerësojnë, tashmë tërhiqet dhe hap rrugën. Këto zgjedhjet vendore të pjesme ishin një mundësi e mirë, përfshi edhe Tiranën që nuk u realizua, që të hidheshin në fushën, të hidheshin në ring për të stërvitur aktorë të rinj nga gjiri i Partisë Demokratike, sepse ai lideri i ri, po i hodhen në një mënyrë ndryshe. Jo, u fshehen. Këta aktorët e rinj, këta liderit e rinj, ndihmuan as pak. Nuk do prodhohen laborator. Do prodhohen aty në terren, duke garuar, duke dalë, duke takuar njerëz, duke ekspozuar aftësitë, duke ekspozuar
artikulimin e tyre publik. Në këtë mënyrë, njerëzit identifikojnë atë liderin e ri. Në çdo forcë demokratike ka të rinj që atë vendin e kryetarit nuk ja fal askush, e marrin me forcë, me dhunë, jo në kuptimin e dhunës së dhunës, po e marrin me dhunën e punës. Garon humb, ngrihet prap, garon prap derisa ti fitoj besimin mbështetësve të partisë dhe pastaj qytetarëve për ta votuar. Dhe kjo garë e vogël mund të shërbente ca të rinjve brenda kësaj partie që nuk do fitonin bashkit, por do ekspozoheshin. Kanë menduar të kundër, do digjeshin politikisht. Tani, duke patur parasysh faktin që në këtë parti